Shqipëria ka dënuar ashpër sulmet e fundit me raketa balistike dhe dron të ndërmarra nga Rusia ndaj objektivave civile në Ukrainë, pasi gjatë bombardimeve është goditur edhe kompleksi rezidencial, ku banon ambasadori shqiptar Ernal Filo në Kiev. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Jashtme e vendit tonë, e cila njofton se jeta e ambasadorit u vu në rrezik, por ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Ministria thotë se ambasadori rus në Shqipëri, Aleksej Zajtsev, është thirrur për shpjegime. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha reagoi përmes një postimi në rrjetin social X, ku e cilësoi ngjarjen si të papranueshme dhe një përshkallëzim të rënd të agresionit rus. Sipas tij, sulmet ndaj zonave civile dhe rrezikimi i personelit diplomatik përbëjnë një shkelje të rëndë dhe dëshmi të kostos njerëzore që po sjell lufta në Ukrainë. Rusia goditi kryeqytetin e Ukrainës, Kievin, me një val masive raketash dhe dronësh të dielën, duke vrarë 4 persona në qytet dhe në rajonin përreth, dhe duke plagosur dhjetra të tjerë, thanë zyrtarët. Shpërthimet u dëgjuan në Kiev menjëherë pas orës 1 të mëngjesit, pas një paralajmërimi nga forcat ajrore të Ukrainës në kanalin e tyre Telegram, se Rusia mund të lëshonte një raketë balistike hipersonike Oreshnik. Rusia e ka sulmuar tashmë Ukrainën 2 herë me Oreshnik, një raketë me rreze veprimi prej disa mijëra kilometrash dhe aftë të mbaj e një kokë bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin është shprehur se kjo raketë është e pamundur të interceptohet për shkak të shpejtësisë së saj.